Gjykata kushtetuese thoshte dhe prandaj është vënë në përgjim. Dhe është vënë në përgjimja mental dhe fotografik. Po, dhe filmime, dhe filmime ku me këtë takohet, ku e pin kafe, historia të këtij tipi. Domethënë totalisht e lejueshme. Totalisht. S'ka të bërë as edhe një lloj shkelje spaku në rastin konkret, zero. Dhe doli pastaj në arsyetimin, domethënë kur këta nxorën arsyetimin. Në arsyetimi vendimi po ta lexosh, vërtet gjykata kushtetuese thotë domethënë rrezohet, por në të vërtet nuk i ka dhënë të drejtë spakut. Në raport me përgjimet e Sky ECC-s. Ma thjesht pak. Në një, nuk e di, është pika 26 apo 28, tani nuk e mbaj mend fiks atë renditjen e gjës, po thot në një nga pika thot subjekti thot Plumë Gjoka në rastin. Ka të drejtot. Po. Në të drejtën e tia, le të themi barabar para ligjit, ka të drejtot që të kërkojë thot pavlefshmërinë thot të këtyre Sky ECC-s, të mesazheve, të cilat konsiderohen si indicie drejt provës, ka të drejtot që ti kundërshtojë thot një gjykatë fakti. Gjykatë fakti në Shqipëri është gjykata shkallës parë. Pra, i bie domethënë që nesër Plumë Gjoka kur të fillojë gjykimi ndaj tij për atij, do shkojnë në GJK dhe ai do thotë do kërkojë në GJK që këto indicie për atë të konsiderohen të palishme. Pra gjykata kushtetuese ka bërë asgjë. Se ti flasë ka rrëzuar në këtë mes. Asgjë s'ka rrëzuar, ka rrëzuar veten e vet. Sytë e ballit ka rrëzuar. Kur unë ty të kam thënë që gjykata kushtetuese, kjo që kemi aktualisht, në rasti më të mirë është më e paafta që kemi pasur ndonjëherë në 34 vite, se s'kemi pas gjykatë kushtetuese më përpara ne. Nga 92 se këte kemi pas gjykatë kushtetuese, më e pakta është më e paafta. Më e pakta është më e paafta që kemi pas ndonjëherë. Se më shumëta unë ditë them domethënë që aty ata janë njerëz të cilët o kapen për hunde ose janë realisht njerëz të cilët nuk kanë lidhje me ligjin kushtetues. Të jam nisur dhe me presupozimin që të jesh gjykatës kushtetues presupozohet që duhet të jesh ajka e drejtësisë këtij vendi. Piramida ajo është. Po mirë, po. Se sot ka ngelur 8 aty, sa dje ishim 9. Nga 9 gjyqtarë gjykatës kushtetuese, vetëm 3 ose 4 prej tyre kanë veshur të paktën një herë mantelin e gjykatësit. Pjesa tjetër nuk e di. Po të ta jap me jetën ty. A ka qenë pozicion noteri edhe... O zotëri, Olta Zaçë, që ti e ke kryetare e gjykatës kushtetuese, s'ka qenë një ditë vetëm me gjyqtare. Një ditë vetëm me gjyqtare, le të ma mohojnë. Një ditë vetëm s'ka qenë gjyqtare. Madje e morën nga Bostoni kur ishte aty dhe s'ka masë edhe gjë të keqe. Çiko, mos kuptojnë se kemi personal. Po flas për fakte. E qartë. Faktet janë këto thua. Faktet janë këto. Dhe mbylla këtu që ti le mundësi dhe kolegut të flasin. Pra, që ti vëm pikat mbi spaku në rastin konkret nuk ka bërë as edhe një lloj shkelje, asnjë, zero, nuk ka pas detyrim edhe ti kthej përgjigje gjykatës kushtetuese, apo sepse nuk ka dhe ka vërtetuar që nuk ka vepër penale sipas atyre. Por përtej kësaj, kërkesa e spakut për përgjigje ambiental duket tërësisht e justifikueshme, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese ka lënë një hendek të madh në raport me atë vendim që ata kanë nxjerrë. Dhe njëherë po a them. Vendimi i gjykatës kushtetuese një super temë. Po, vendimi i gjykatës kushtetuese po ta rikthem edhe një herë nga e para dhe ta jap me kompetencë këtë, lexojeni vendimin. Mos merrni llafe lart e poshtë. Lexoni vendimin dhe thot në ndër llafologjit që kanë ata, se ata s'kan as doktrinë. Vendimi i gjykatës kushtetuese është doktrinë. Nuk është në bazuar në një kaq filan kaq. Ato e bën gjykatësi i shkallës parë, i gjykatës apelit. Po këta nuk e kanë aberin këtë, po ani pse. Thot që ky zotëria ka të drejtën e tij, thot që në një gjykatë më të ulët të kërkojë domethënë rrëzimin, le të themi, ose mos përdorimin e mesazheve të Sky ECC-s. Pra as e ka miratuar dhe as e ka refuzuar. Po domethënë është pak a shumë keq që ka pas dyshimin Klodian Brau, prokurori posaçëm këtë mes. Po sigurisht nuk do shkojë në histori. Dhe po të them një gjë, a di pse është shumë e rëndë kjo? Sepse nga ky vendim i gjykatës kushtetuese varen të gjitha gjyqet e metaforfoza 1, metaforfoza 2, të gjitha pa përjashtim. Bukur, atëherë do rikthehem sërish. Beko, se kjo që më tha Nardi tani avokati, është shumë interesante. Momentin që bëhet ky ankimimi, për kërkesa për të rrëzuar përdorimin e kur shkon në gjykat. Kur shkon në gjykat çështja. Avokati do kërkojnë 1.000% ta themun. Ylli Manjani, që është avokati i zotit Plumë Gjoka, ka fërkuar duar, është zotni avokat për mua Ylli Manjani. Profesionist.
ndër më të mirë në Shqipëri, të siguroj unë që sa po të shkoj çështja në gjykatën e shkallës kërkesa e parë është kjo. Kërkesën e parë këtë ka për të bërë. Që Sky CC mos përdoren si indicje, si provë. Indicia ka marrë ka vdekë ai histori. Çfarë ndodh në këtë histori tani Beko? Jam dakord me sa tha kolegu. Duhet të thoj diçka, gjykata kushtetuese në fakt sipas një teorie nuk quhet pjesë e sistemit të drejtësisë. Pasi pjesë e sistemit të drejtësisë janë gjykatat e 3 niveleve të tjera, gjykata shkallës së parë, ajo e peri dhe gjykata e lartë. Duke lexuar pak vendimi, sepse vendimi tash ka dalë dhe është shumë voluminoz që të e qartë. Të mos bëj sikur e njoh mirë dhe kam lexuar me kujdes, por edhe sa tha kolegu qëndrojnë dhe I kam veshur atë vërtetësinë materialit të arë nga autoritetet franceze, pra Sky ECC, duke lidhur me provat dhe me aktet e tjera që do kenë procedimet penale dhe në fakt është një arsyetim I tillë të lakonik që është I paqartë dhe duke lënë një pavarësi të shqyrtimit dhe të çmuarjes së kësaj prove, sepse tash I ka marrë termin provë, ekstrakti ardhur nga autoritetet e huaja të drejtësisë në gjykatat e tjera. Më fal, avokat, e ke këtu vendimin, të lutem jo të lexoj për publikut, cilat pikë ishte? Po thash, ose 26 ose 28, po më besoj fjalës time. Do ta lexoj për publikut ta specifikojmë. Më fal, nuk vetëm një sekond. Dëgjoj këtu që ta kuptojnë ata të tjerët atje, mos më dëgjoj me kujdes. Një vendim gjykate nuk është vetëm çfarë është në fillim dhe çfarë është në fund. Pra nuk është çfarë janë palët, çka ke kërkuar dhe në fund çfarë vendosi. Kur vjen vendimi arsyetues, po ti ishte kështu, ne marrim vetëm dispozitivin e vendimit, s'na intereson burroskoa brenda. Çfarë është në arsyetimin e vendimit, po ta them edhe një herë tjetër me kompetencë të plotë juridike dhe qytetare, që gjykata kushtetuese ka shkruar kështu, që I jep të drejtë kërkuesit në rastin konkret Pllumb Gjokës, që në një gjykatë fakti të shkallës së parë të kërkojë. Nuk ka thënë ajo, jo mor zotëri, siç ka thënë gjykata e drejtave e drejtësisë europiane, që këto përgjime merren si indicie dhe merren si provë, ose gjykata e Luksemburgut ose gjykata shumica e gjykatave europiane. Nuk e ka thënë kështu gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese e ka lënë as mish, as burr, as grua. Kjo është. Okej. Ndjes Beko. Lutem, sepse ishte për pjesë të për diskutim jemi. Atëherë, po vazhdojmë domethënë çfarë ka në dorë tashmë kjo histori dhe ky vendim I gjykatës kushtetuese, ky arsyetim që I kanë bërë që as e ka rrëzuar siç tha avokati, këtë, dhe çfarë do ndodhi me gjyqjet e tjera, se kjo më intereson, sepse këtu janë kapur nga Sky CC është vjetra kriminal. Është komplekse. Pra Sky ECC është diskutuar shumë, ta përmbledh shkurtimisht, është një përgjim procedurial I kryer nga autoritetet e policisë gjyqësore fillimisht në mënyrë operative dhe më pas nga ato gjyqësore të Francës për për një platformë komunikimi, të cila mendohet se ishte e fshehtë, Sky ECC, ku kishte informacion nga policia gjyqësore që përdori kryesisht nga sistemi nga rjeti I grupeve të organizuara në Francë dhe kryesisht në Evropë, Francë, Britani e të tjerë. Pasi është bërë ky përgjim procedurial, nëpërmjet ashtu quajtur një son që është futur te kjo pajisje dhe është bërë një përgjim jo individual, po them sepse ligji parashikon që përgjimi duhet të jetë me një individual, duke lidhur me numrin, me emrin e personit, po edhe me faktin, dhe kjo son, si më thënë, ka marrë gjithë hyrjet dhe daljet e komunikimit në serverat nga individ të ndryshëm. Përgjim masiv. Përgjim masiv, po. Dhe ky ka qenë thelbi I debatit. A lejohet apo s'lejohet përgjim masiv? Pasi është marrë ky material nga këto autoritete, është parë që këtu kanë qenë të implikuar shumë shtetas të huaj, siç thash anglez, ka pas holandez, po ka pas edhe shqiptar. Në kuadër të bashkëpunimit evropian, të Europol dhe Eurojust, cilat janë organizata të drejtësisë, dhe që korespondojnë dhe që kryejnë veprime proceduriale të lidhshme pasi janë pjesë e marrëveshjeve dhe konventave ku këto shtete marrin pjesë, I është dhënë dhe I është serviru me qëllim për të luftuar krimin organizuar. Dhe çdo shtet ka marrë materialet për të cilat ka interes. Pra, mori Anglia, po e përmend disa herë Angli, sepse
është një rast i gjykatës së FPA Drejtave të Njeriut ku aplikuesët ishin anglez, është rasti i parë dhe që nuk është se as i ka refuzuar, por as i ka pranuar aplikimin dhe pastaj ka vazhduar me shtetet e tjera duke ja dhënë edhe Shqipërisë fillimisht i shtrofuar një pjesë dhe më pas prokuroria e posaçme, sepse ajo është autorizuar, ka bërë kërkesë me letër porosi, që është mjet për kërkimin e provës në atë me Ministrinë e Drejtësisë, dhe i ka ardhur materiali prokurorisë së posaçme edhe me këto ID-të e fshehura, sepse nuk kanë qenë numra të regjistruar sipas praktikës me emra konkret, por kanë pas ato kodet me numër dhe me gërm. Dhe kryesisht me përkthim ose me përkthim bërë nga ministria, ku më pas është punuar dhe janë identifikuar, po themi, këta persona. Pra, prokuroria e posaçme vazhdon kërkon tani, në çdo moment që gjen diçka për shembull themi për subjektin Andi Bora, person në netim që identifikohet, larg qoftë, kërkon me letër porosi përgjigje të tjera që mund të lidhen me këtë ID-n time, po themi. Kryesisht ato i kanë marrë të paktën me informacione sepse hetimi nuk shteron, duhet të kuptojmë diçka që pra është ndërprer komunikimi në mos gaboj në vitet 2020 ose 2021 që është mbyllur. Sepse edhe dhe platforma konstatoi ndërhyrje, specialistë e platformës, por u ndërpre. Kështu që informacioni është deri në këto vite dhe siç delehet të dhënat që kemi ne deri për këto vite janë. Pas nuk ka informacion. Deri në 2021 janë. Tani ajo që thash është më shqetësuese. Në rast se po marrim rastin avokatët e Plum Gjokës, në këtë rast është Ylli Manjani, që tam, ju e keni kolegë të nderuar, të respektuar profesionist. Që dhe ministër. Dhe ish ministri i drejtësisë, patjetër. Atëherë çfarë ndodh nëse ky hapin e parë që bën kërkon që kjo të rrëzohen si provë? A është një precedent i rrezikshëm ky? Avokati ka çdo të drejtë për të kërkuar pavlefshmërinë ose papërdorshmërinë e provave, sipas parashikimeve ligjore, kur një provë nuk duhet të përdoret, ose është e pavlefshme, relative ose absolutisht e pavlefshme. Por është detyrë e organit procedues e prokurorisë, që ti paraprak, ose e gjykatës që të pranoj ose të rrëzoj këtë kërkesë. Por a mundet ta pranojë kërkesën e zotit avokatëve të Plum Gjokës, i arrestuar në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, në Shkodër, është arrestuar dhe një shefi operacionale Soltion Bistri. Pra, a mundet që gjykata e posaçme këtë herë, e shkallës parë flasim, jo në apel, se apeli, me qenë se thamë gjykat fakti, mundet ta rrëzoj këtë. Dhe më falë, ta pranoj rrëzimin e këtyre si prova. Sa është mundësia? Kjo do të jetë një çmuarje personale e vetë gjyqtarit. Kanë nxjerrë dhe vendimin në gjykata? Okej. Ky është vendimi i arsyetuar, regjia faleminderit shumë për këtë. Ky është vendimi i arsyetuar. Atëherë nuk e di se ku do të ishte Nardaj që ta shfaqim, por nuk e gjejmë. Do të ecësh poshtë. Do të ecim goxha poshtë. Pika 27, 28? 26 ose 28. 26 ose 28 regjia që ta kishim parë një moment. Pretendimet zbresim, ecim më tej, okej? Është 21 akoma, e kemi shumë. Do të jetë shumë poshtë regjia, kështu që sa ta bëjmë gati aty, unë po vazhdoj bisedën me Bejkon dhe ju e shfaqni pas. Pra do të jetë shmuar e gjykatës duke parë kërkimit. Siç e thash, deri tani ka kaluar një periudhë gjatë pasi janë hedhur këto të dhëna dhe çdo subjekt, sepse ne do t'i referohemi pak edhe drejtës ndërkombëtare dhe praktikave të shteteve, të cilët kanë patur raste të tilla, Franca i ka rrëzuar këtë kërkesë. Anglia i ka rrëzuar. Gjermania duket se i ka rrëzuar. Dhe ku janë bazuar? Janë bazuar kryesisht tek drejta ndërkombëtare dhe tek konventat dhe marrëveshjet që shtetet e ndryshme kanë nënshkruar në kuptim të bashkëpunimit, siç thash, në kuptim të ndërsjellshmërisë së informacionit që japin dhe marrin për luftën kundër krimit të organizuar. Si policia e shtetit, ashtu dhe organet gjyqësore që është prokuroria, organi i ndjekjes penale për edhe vetë gjykata. Dhe në kuadër të këtyre konventave dhe marrëveshjeve, të cilat janë ligj për ne dhe që kanë parashikime të tjera ligjore, është bërë dhe ky shkëmbim informacioni që është provë. Pra në këtë kuptim, duhet vazhdoj kjo procedurë. Në këtë kuptim, rruga, për mendimin tim, pa dashur që të jem të flasi prokuror ose
është një rrugë që është dukshëm e likshme. Është një rrugë që është dukshëm e likshme në kushtet që është ndjekur një proces i tillë. Pra, është një përgjim procedurial, gjyqësor, që parashikohet edhe në ligjin ton, paktën vetëm konflikti është në rast se mund të lejohet një përgjim i përgjithshëm, por gjithnjë ky përgjim është lejuar mbi bazë të informacionit që kishte policia gjyqësore se subjektet që përdorin për ritheksoj këto aparat ose këto numra, se nuk jam shumë i qartësi, kanë qenë subjekte të krimit të organizuar dhe jo të një krimi të thjeshtë, ose qytetar. Prandaj duhet bërë një përgjim masiv që të dalë një konkluzion. Një person që kryen një aktivitet të tillë dhe mban një telefon me një kosto të lartë e tjerë, është një person i cili mban për këto arsye. E qartë. Ne mund të lexojmë nga këto 26-ën, atëherë mund ta lexojmë si është jo, ngjitur lart, ngjitur lart. Më sipër? Më 28-ën shikoj një 28-ën. Edhe pak të lutem. Edhe pak më poshtë regjia të nxjerrim 28-ën të qartë. Atëherë thot pika 28. Gjykata konstatoi. Jemi akoma tek ato që kanë kërkuar. Kjo është pjesa që ka kërkuar Spaku. Vazhdo duhet të ecësh akoma më poshtë. Do të ecim më poshtë? Okej. Do ta gjej unë, po s'kam syzet këtu. Në sa më rezulton me aq sa kam lexuar për të mos gaboj tash, më fal. Duket se kishin disa element më pas tek nofta tek pika 96 edhe më tej, ku e lidhte procesin kryesisht me provat dhe vërtetësinë e këtij informacioni ose besueshmërinë, po them, e lidhte edhe me provat e tjera, duke i lënë në dorë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm çmuarin dhe vlerësimin e saj në bazë të provave. Po pika 96 në mos gaboj sepse do ta gjej. Atëherë ajo që duhet ta kem edhe unë këtu, po. Nëse mund të domethënë ta kishim lexuar saktësisht se ju jeni dy ekspertë ligjit, po duhet na kishte thënë paraprakisht këtë që ta kishim nxjerr, domethënë, po gjithsesi kjo ishte ideja. Ja në pikën 95, po. Atëherë pika 95. Regjia shkon deri në fund, shkon deri në fund 95-96. Nëse më lejon. Po kështu gjykata vëren se në drejtim të krijimit të dyshimit të arsyeshëm si standard që kërkohet të përmbushet në këtë moment dhe fazë të procedimit penal, ai nuk rezulton të jetë bazuar vetëm në komunikimet e kryer në aplikacionin SkyECC, po e pasi dhe aty, të marra përmes letër porosisë, pra tregon procedurën që është ndjekur letër porosia e akt procedural, por edhe mbi të dhëna të tjera të përftuara gjatë veprimtarisë hetimore apo të marra nga procedime të tjera penale, të cilat në tërësinë e tyre nuk duket se kanë qenë të pamjaftueshme për të krijuar dyshimin e arsyeshëm si kushtin sine qua non për kufizimin e lidhjes personale të kërkuesit. Pra është çik i gjatë ky. Atëherë, si thot kanë arsyetuar gjykatat e zakonshme i referuar gjykatës shkallës së parë dhe gjykatës dyshimi arsyeshëm nuk është bazuar vetëm në komunikimet e kryera në aplikacionin SkyCC, por dhe në prova tjera materiale, prova dokument apo ato të zbuluara përmes veprimeve të papërsëritshme nga organi procedues, të cilat janë analizuar nga gjykata. Tani, vazhdon te pika 96. Atëherë 96, regjia ma nxirr 96 ta lexoj këtu. Pa paragjykuar. Pika 96 gjykata. Ose pafajësinë e kërkuesit për kryerjen e veprave. Ja ta lexojmë e kemi se dia kemi gati regjia. Pika 96, është do të jetë gati në fund, 5 faqet e fundit ja. 5 faqet e fundit. Atëherë gjykata, okay, perfekt. Ja ku e ke fjalën e kur. Janë gjykatat. Jo. Ta lexojmë këtë. Mos u lo fare deri aty se e bëre kështu emision e preve. Janë gjykatat e jurisdiksionit zakonshëm që kanë kompetencë të vlerësojnë gjatë procesit të formësimit të provave në procesin penal. Stop. Po ja ku e ke pas më lodha. Avokat ku? Ku avokat ku vajte? Ku vajte avokat? Janë gjykatat e jurisdiksionit të zakonshëm që kanë kompetencë të vlerësojnë gjatë procesit të formësimit provave në procesin penal. Ky thotë që është gjykata për qytetarët sepse mos ta bëjmë shumë formale dhe ligjore. Po. Vendimi arsyetimi gjykatës. Pra, është gjykata e posaçme. Janë gjykatat e jurisdiksionit të zakonshëm. E jurisdiksionit të zakonshëm. Po. I referohet shkallave të parë. Që kanë kompetencë. Ma lidhim me gjykatën e posaçme sepse pak me gjykatën e posaçme. Po t'ia themi shqiptarëve, qytetarëve tanë që nuk e kuptojnë. Po pra, është gjykata e posaçme rasti konkret, që kanë kompetencë të vlerësojnë. Do të duhet ta bëj gjykata shkallës parë thotë vlerësimin e provës ose jo. Okej, më fal. U krye kjo. A e kuptove? U krye. Do thot kolegu është që ose që në rast se më lejon që ta plotësoj,
mund të ketë çështje të cilat do jenë në kompetencë edhe të jurisdiksionit të përgjithshëm. E qartë. Pra jo vetëm të spaku se mos ketë elemente më vonë mund të e qartë. I kalon ato parashikojnë që mund të kemi edhe një e qartë. Jo, unë bëj domethënë që kanë të bëjnë thotë edhe pretendime që kanë të bëjnë me aspekte të pavlefshmërisë apo përdorshmërisë së provave në përputhje me parimet dhe garancitë të drejtës proces drejt gjithë të saksionuar par. Domethënë, e them shqip të thotë gjykata kushtetuese i ka thënë kërkuesit, ti zotëri nderuar, ke edhe gjykata të shkallës parë, gjë kërkohen në rasti konkret, ku mund të kërkosh që këto prova janë të përdorshme apo janë të papërdorshme. Sa rrezikshme është kjo? Pika 96.